shprehim solidaritetin me popullit, me vëllezërit, me motra, me prindrit dhe me fëmijët tanë në Kosovë, të shprehim indignatën për lirin dhe përputhjen për terrorizmin shtetëror serb, të shprehim ndarëshmërinë tonë të gjithanshme me të gjitha mënyrat që mundemi për ta ndihmuar dhe mbrojtur Kosovën tonë, të shprehim pakënaqësinë tonë të gjithë së bashku për hezitimin dhe mungesën e vullnetit dhe të unitetit të duhur të bashkisë ndërkombëtare për të kuptuar realisht synimet e regjimit kriminal të Beogradit dhe për të vepruar për t'i ndaluar ato. Shprehim me rastin e mbledhjes së grupit të kontaktit, kërkesat tona, trashëgimet përsëritura, që të mos presin si në Bosnë, të mos rrituar kyç, e të mos kompromitohen me një kriminal duke, dhe të nxjerrim Kosovën nga bujimi me çështjen e lartë që mund të kërkojë Evropa. Sot kemi mbledhur për të shprehur dënimin tonë më të ashpër për masakrat që paraustarakët e Arbanit, që policia dhe ushtria të Miloševićit kanë bërë për masojnë të vendit të Vučićit. Qeveria e Republikës së Kosovës e ka dhe Ministrinë e Mbrojtjes. Qeveria e Republikës së Kosovës jemi për dialog, por jo për mashtim. Ne jemi për bisedime, por jo për nështrim. Ne jemi për marrëveshje, por jo për nështrimin e aktit të okupimit. Qeveria gjithë ditën në mbledhet në dispozicion tuaj. Si shqiptar, ne sot dhe votë, duhet të tregojmë aktorëve tregontarë se mbetemi të tashëm të mbrojmë fuqimisht opsionin tonë për të vendosur vetë për ardhmërinë tonë. Rreth 200 milion qytetarë të Kosovës dhe perëndim, me gojën tuaj, sot përqojmë mesazhin e paqes dhe të qëndresës, sfidën ndaj barbarizmit të Miloševićit dhe gatishmërinë për t'ia prerë atij krahët. Liria nuk pret, pavarësia nuk pret, ato do e marë, ne do të triumfojmë. Republika Kosovës